kanë radhën të akuzuarit të bëjnë deklaratat e tyre. Secili prej të akuzuarve ka 20 minuta për fjalimet e tyre. Deklaratat duhet të trajtojnë vetëm aspekte që janë relevante për këtë proces gjyqësor. Ju lutem të akuzuarve të flasin ngadalë për hir të përkthimit. Do të fillojmë me zotin Thaçi. Zoti Thaçi, fjala është për ju. Të nderuar kryetari i trupit, gjykos zoti Smith, të nderuar gjyqtar, të nderuar të gjithë praneshëm, përshëndetje juve të gjithë që na përcjellni nga galeria. Dje në Kosovë u shënua 18 vjetori i pavarësisë së Republikës së Kosovës. Me 17 shkurt 2008, duke ndjerë rrahjet e zemrat e stërgjyshërve tanë, shpallëm Kosovën shtet e pavarur dhe sovrane demokratik. Dëshiroj që sot nga kjo sallë të përcjell urimet më të përzemërta të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për këtë festë madhështore. Të nderuar gjyqtar, për gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shpreh keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Të nderuar gjyqtar, në kohën e masakrave në Qerez, në Rikoshan, Prekaz, në fillim të vitit 1998, unë isha student në Universitetin e Curihut. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Prandaj, si shumë qytetarë të tjerë, Kosovar, edhe unë me heret u detyrova ta lëshoj Kosovën. Sepse regjimi Miloševićit me kishte ndjekur. Ai me kishte dënuar në mungesë, me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schröder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënimin e mungesë. Prandaj duke i parë masakrat ndaj popullit tim, unë, si dhe shumë të tjerë, nuk mund të qëndroja indiferent. Vendosa të kthehem në Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe populli im përballej me shfarosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar,
Prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit të Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtet, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për liri. Është ofendim për dhjetra mira viktimat e pafajshme të vrarë gjatë masakrave. Është ofendim dhe pa drejt edhe për përpjekjet e NATO-s dhe aleancës perëndimore me të cilët unë bashkëpunova ngushtë. Të nderuar gjyqtar, me lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, a më bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontroll në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: marrja kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, ama plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit. As kuj tjetër. Shqiptarët nuk ushtronin pushtet, është paradoksale. Ata shtypeshin nga pushteti i Slobodan Miloševićit. Misioni ynë si popull ishte i qartë: mbijetesa, liria dhe paqja. Unë nuk isha fare iluzione. Por, shpresa e jone vetme për shpëtim ishte bota demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Prandaj tërë fokusi im ishte ndërtimi dhe forcimi i kësaj aleance. Për këtë qëllim, unë udhtova në shumë kryeqytete për t'i bindur për kauzën tonë të drejtë në Bruksel, Londër, Berlin, Paris, Bern, Oslo, Vjenë dhe vendet e tjera. Por kudo që isha në kontakte vazhdueshëm me zyrtarët e administratës amerikane. Miloševići e kishte filluar luftën në Kosovë, ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim. Por luftën mund ta përfundonte vetëm NATO, askush tjetër. Dhe ashtu ndodhi. Po të mos ishte intervenimi i NATO-s, lirit Kosovës nuk do të kishte as pavarësitë e Kosovës. Prandaj pavarësia nuk ishte instrument për të marrë pushtet, por për dinjitet. Të nderuar gjyqtar, kjo prokurori me thurri shumë lavde, e më nda shumë tituj e grada. Por e vërtet është krejt tjetër. Unë nuk isha ai i cili transportova
rezistencë nga perëndimi në Kosovë. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Nuk ishte kthimi im nga perëndimi arsyeja pse UÇK-ja po masivizohej. Arsyeja ishte Slobodan Miloševići. Dhe askush më bukur nuk e ka thënë se sa sekretari i shtetit Mehmet Albright. Citoj: Miloševići me sjelljet e tij ndaj popullit e Kosovës është rekrutuesi më i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja nuk ishte shteti, nuk ishte ushtri e një shteti. Ai është organizim popullor që po mbrojë nga një shtet agresor. Fakti që UÇK-ja nuk ishte organizuar ashtu siç pretendon prokuroria se ishte, nuk e zbe as pak rolin e saj për lirinë e Kosovës. Nuk e bën kauzën e saj për shërim me pak fisnike, e as arritjen e pavarësisë me pak historike. Fitoria e Kosovës ishte më shumë politike dhe diplomatike. Suksesi më i madh i popullit të Kosovës ishte bashkëpunimi i plot dhe besimi me perëndimin. Ata na ndihmuan pikërisht, sepse e dinin se kush ishim dhe çfarë qëllimi kishim. Unë me asnjë çmim, në asnjë rrethon, nuk do të rrezikoja këtë aleancë me asgjë në këtë botë. Sepse ashtu do të rrezikoja vetë lirinë e Kosovës, do të rrezikoja ekzistencën tonë kolektive. Synimi ynë ishte paqja, nuk ishte lufta. Kur bota demokratike vendosi të thras konferencën e paqes në Rambuje, ne ju përgjigjëm pozitivisht ftesës së tyre. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një nga 3 grupet përfaqësuese të Kosovës në këtë konferencë dhe përfaqësues të pavarur të tjerë. Megjithatë, gjatë gjithë procesit në Rambuje dhe Paris, ne punuam si delegacion i Kosovës. Pranuam marrëveshjen e paqes, edhe pse ajo nuk i plotësonte të gjitha kërkesat legjitime. Por Kosova zgjodhi paqen dhe demokracinë. Serbia zgjodhi luftën dhe gjenocidin. Për të ndihmuar bashkësinë ndërkombëtare ashtu siç na ishte kërkuar nga perëndimorët, të 3 grupet, Lidhja Demokratike e Kosovës, UÇK-ja dhe LBD-ja, u pajtuan për formimin e qeverie të përbashkët, që do të funksiononte deri në zgjedhjet e para të lira demokratike në Kosovë. Ishte marrëveshje për të bashkuar forcat dhe energjitë për një qëllim të përbashkët, lirinë e Kosovës. Sot, si mundet dikush të pretendoj se qëllimi ishte marrja e kontrollit të Kosovës, kur ne pranuam që bashkësia ndërkombëtare ta kishte fjalën kryesore në Kosovë. Pastaj, që UÇK-ja t'ia dorëzonte armet NATO-s, siç ndodhi më vonë në qershorin 1999 shtator 99. Pas kapitullimit të Miloševićit, Kosova fut në administrimin e Organizatës së Kombëve të Bashkuara. Fakti njohur botërisht. Unë miku sqaroj që në fillim se gjithë pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor ishte në duart e tyre. Këto ishin rrethona krejt tjera. Me pas, unë punova me unë mikun dhe me partitë e tjera politike, për të ndihmuar në zbatimin e mandatit në të mirë të popullit të Kosovës. Punova me strukturat e përbashkëta të UNMIK-ut. Të nderuar gjyqtar, gjatë tërë kësaj kohe, i vetmi pushtet që kisha unë ishte pushteti i zërit tim.
Dhe të nderuar gjyqtar, siç e keni parë gjatë procesit gjyqësor, unë e përdora zërin tim për të promovuar një shoqëri shumë etnike, tolerante në vendin tim në Kosovë. Unë u bëra thirrje serbëve lokal që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të ndërtojnë një jetë të re së bashku me ne. Edhe ata, pra serbët dhe komunitetet tjera, sikurse edhe ne, ishin viktima të Miloševićit. Nuk ishte dhe s'pak e lehtë të bëje këtë, pas tër asaj që kishte ndodhur. Por ishte gjëja me drejt dhe me e dur që mund të bëja. Kur në Kosovë po hapeshin varre gjithandej për mijëra viktima, mijëra të zhdukur nuk gjindeshin, mijëra pengje shqiptare ishin marrë me vete në Serbi. Dhimbja ishte e thellë dhe kolektive. Ajo që mund të bëja, ajo që po bëja, mund të kishte edhe pasojë fizike, por edhe elektorale. Por Kosova ishte më e rëndësishme se sa fati im personal. Pas hyrjes së NATO-s në Kosovë dhe largimit të forcave serbe, qytetarët e Kosovës nuk po luftonin. Ata po festonin lirinë e shumë pritur. Gjatë 9 viteve të para pavarësisë, do të thotë 1999-2008, ne ishim qytetarë të OKB-s në vendin tonë. Gjatë kësaj kohe, unë i bëra thirrje popullatës të kishte durim, të ishin tolerant, të bashkuar dhe të kishin besim të partnerët ndërkombëtar. Pavarësia ishte fryt i aleancës tonë me botën demokratike. Pas pavarësisë, punova me Bashkimin Evropian, me SBA-n dhe faktorë tjerë relevant për normalizimin e raporteve me Serbinë. Të nderuar gjyqtar, ajo me të cilën u përballem nuk ishte vetëm periudha e luftës. Ishte një shekull shtypje dhe apartheid. Traumat kolektive shkaktuan edhe ndjenjen e fortë e zemërimit dhe hakmarrjes gjatë dhe pas luftës. Presidenti Clinton erdhi në Kosovë me njerë pas lufte dhe na tha: ne e fituam luftën, ndërsa ju duhet ta fitoni paqen. Unë e mora këtë mesazh shumë seriozisht. E përdora zërin tim për të bërë thirrje për paqë, tolerancë dhe unitet. Gjatë pjesës më të madhe pas luftës, deri në shpalljen e pavarësisë, unë nuk isha në pushtet, isha jashtë pushtetit. Edhe ku era në pushtet, ku marrë me fitore elektorale. Por gjatë tërë kohës, unë respektova normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kurdo që partia ime ishte në pushtet, ishte gjithmonë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera politike, shqiptare dhe jo shqiptare. Së bashku e bëm shtetin, Kosovën shtet realitet. Por, të nderuar gjykatës, propaganda ruse dhe serbe nuk do të na falnin lehtë. Pasi dështuan ta delegjitimojnë pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë këtu në Hag, ata e mësyn Këshillit të Evropës. Ringjallën pretendimet e tmerrshme për trafikim organesh. Pretendime këto që ishin hetuar edhe më parë nga Tribunali i Hagës, nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Dhe ishin hedhur poshtë si të pabaza. Sapo u publikua raporti i Dikmartit, si kryeministri i Kosovës, atko
mblodha përfaqësuesit kryesor ndërkombëtar, ambasadorët e Kuintit në Kosovë dhe udhëheqësit e EULEX-it. Kërkova dhe një tjetër hetim të pavarur. Ata premtuan se do të heqin rrehen e zezë mbi Kosovën. E vërteta është që propaganda ruse dhe serbe manipuloi Dik Martin. Ai era viktim e fushatës së tyre. Ata e ushqyen me informacionet e rreme dhe në fund tentuan edhe ta vrisnin për të na fajsuar neve. Qëllimi ishte shumë i qartë, të diskreditoj projekti me suksesshëm politik dhe ushtarak ndërkombëtar në dekadat e fundit, storë e suksesit të Kosovës. Kur votuam në Parlamentin e Kosovës për themelimin e kësaj gjykate, ne besuam se ajo do t'i trajtonte akuzat në raportin e Dik Martit dhe do të vepronte në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Në praktik, asnjë rast tjetër nuk ndodhi. Unë jam kritikuar shumë dhe kritikuam ende në Kosovë, pse mbështetëm themelimin e kësaj gjykate. Kritikët thonë se kjo gjykatë synon kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe idenë e pavarësisë. Këtë nuk i kam besuar në atë kohë kur e votuam, por uroj sinqerisht që koha të dëshmoj që unë kisha të drejtë e kritikët e kishin gabim. Kjo prokurori në vend që të heqë rrehen e zezë Kosovës kërkon t'ia zgjedhë diellin me një stuhi të zezë, të ashtu quajturën ndërmarrje e përbashkët kriminale. Shumë nga akuzat që kam dëgjuar nga kjo prokurori të nderuar gjyqtar në këtë sallë i kam dëgjuar edhe gjatë fushatave zgjedhore në Kosovë, ama janë bashkë të njëjta. Është e vërtetë e dhimbshme që kjo prokurori përpiqet të hedhë poshtë dëshmitë e zyrtarëve të lartë të NATO-s, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe OKB-s në këtë gjykatë. Të atyre dhe njerëzve të tyre që ishin tërkohën bashkë me ne në terren, që ishin sytë dhe veshet e perëndimit nga Kosova. Për me keq, kjo prokurori pretendon se unë pas kam qitur në lajthitje gjatë gjithë kohës së luftës. Kjo është krejt qesharake. Si duket, kjo prokurori sërisht me mbiqmon më tepër se që meritoi. Nga ana tjetër, kjo prokurori lartëson në qiell dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Slobodan Miloševićit. Kështu, ajo i njëron edhe vetë të vërtetën. Të nderuar gjykatës, krejt në fund. You've exceeded that. You've exceeded. Ju ka 2 minutë maksimum. dhe tha që keni kaluar kohën që ishte të caktuar. Në Rambuje, unë mbështeta kërkesën që Tribunali për Jugosllavin të jetoj krimet e supozuara nga të gjitha palët, ndërsa nga përfundimi i luftës të gjitha kompetencat për hetimin e krimeve të luftës ishin në duart e ndërkombëtarëve, Tribunali për Jugosllavin, UNMIK-u dhe EULEX-i. Unë mbështeta punën e tyre. Asnjë akuzuar në Kosovë për krime lufte nuk ishte arratisur dhe madje asnjë xham nuk është thyer për kundërshtuar proceset ligjore gjatë 25 viteve të pas luftës. Pas shpalljes së pavarësisë, kur unë isha kryeministër i Kosovës, unë u pajtova që hetimet e pavarur për krime lufte të mbesin në duart e EULEX-it. Si presidenti i Kosovës, angazhova ekspert, eminent ndërkombëtar dhe vendor të gjitha komuniteteve për të krijuar një forum të drejtësisë tranzicionale për viktimat, Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin. Por e vërteta është se drejtësia për viktimat nuk mund të ndërtohet duke ndjekur të pafajshmit. Pajtimi nuk mund të ndodhë me ndjekje selektive dhe njetnike. Të nderuar gjyqtar, fjalia e fundit, gjatë gjithë jetës sime unë isha përkrah popullit e Kosovës, në mbrojtje të lirisë, jetës dhe dinjitetit njerëzor. Gjithmonë duke u hequr nga idealet perëndimore të demokracisë, barazisë dhe drejtësisë. Sot, në përfundim të këtij procesi, e kam vetëm një lutje të nderuar gjyqtar për ju, që vendimi juaj të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës, ligjet, provat dhe faktet. Dhe provat e paraqitura e bën shumë të qartë se akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj, i vetmi vendim i drejtë është pafajësia e plotë. Ju falenderoj shumë.
Thank you, Mr. Faleminderit, zoti Thaçi. Zoti Veseli, është fjala për ju tani. Kërkoj falje, ishte gabimi im, kërkoj falje. Edhe njerë, përshëndetje gjithë të pranishmëve në salë, përshëndetje gjithë musafirëve cilët janë në salën e pritjes, falenderit shumë, përshëndetje gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, nderuar i kryetari i trupit gjykus, të nderuar antarë të trupit gjykus. Në fund të gjykimit tim, po ju drejtohem për të theksuar një pikë të vetme, por të jashtëzakonshme prej rëndësie. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe paanësinë. Kjo nuk është thjesht një detyrë ligjore, është kontributi i saj i madh dhe trashëgimia që do të mbetet prej kësaj gjykate. Ky është edhe shkaku pse ju bashkova atyre mira grave dhe burrave që u rrështuan në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës për lirinë e Kosovës. Dhe pse i kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim, që çdo qytetar të gëzoj drejtësi dhe që bota ta njohë të vërtetën për kombin tonë. Edhe në momentet më të errta, nuk e humba kur besimin, se e drejta, e vërteta dhe liria do të triumfonin. Ka besuar gjithmonë se populli i Kosovës, si çdo popull tjetër në botë, kishte të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar në liri dhe me dignitet. Kam besuar se vujtjet do të merrnin fund dhe se drejtësia do të vinte edhe nëse më bonesë. Një të kohë, kur nuk kam besuar se dhuna, urrejtja apo hakmarrja mund të jenë udhërrëfyes të ndershëm. Ato shkatrojnë shpirtin e një populli, jo vetëm të viktimës. Urrejtja është vetëm një formë tjetër e robërisë. Liria nuk mund të arrihet përmes padrejtësisë. As paqja nuk mund të ndërtohet mbi krim. Një kauzë drejtë nuk mund të mbrohet me mjetet e padrejta. Ky nuk ka qenë vetëm një parim teorik për mua, por një bindje e thellë morale që ka udhëhequr secilin veprim timin. Familja ime dhe unë kemi jetuar në përsekutim të vazhdueshëm të shtetit serb. Ky nuk është përshkrim abstrakt, është një realitet konkret i cili e ka prekur secilin antar të familjes ime, por edhe mbar popullin tim. Burrat, gratë, fëmijët, pa përjashtim, përballeshin çdo ditë me padrejtësi, frikë dhe pasiguri. Unë e di çfarë do të thosh të jesh i pambrojtur. E di çfarë do të thosh të jetosh në kërcënim të vazhdueshëm. Kjo është një përvojë që nuk ja dëshiroj askujt. Por më mësoi edhe një të vërtetë, thelbësore, në padrejtësi. Njeriu duhet të ruajë integritetin moral dhe vlerat themelore të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar edhe në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Kjo nuk është çështje interpretimi, kjo është çështje fakti. Sa i përket pjesëmarrjes sime në luftë, ajo nuk ka lindur prej dëshirës sime për konflikt. Si i ri, kam dëshiruar edhe unë një jetë të thjeshtë, të jetoja në vendin tim me dignitet, në paqe me familjen time. Kam qenë student kur u shfuqizua autonomia e Kosovës.
dhe universiteti u sulmua prej forcave serbe. Ka marrë pjesë në aktivitetet paqësore për mbrojtjen e të drejtave tona themelore. Por gjitha këto të drejta na janë mohu. Autonomia e Kosovës u hoq, ne studentët u përjashtuam nga konviktet dhe fakultetet, edhe profesorët tanë u përjashtuan gjithë. Populli ynë u privua prej mundësive më elementare për të jetuar si qytetarë të lirë dhe të barabartë. E vërteta asaj çfarë po ndodhte, tashmë ndihet botërisht. Serbia edhe Slobodan Miloševići kërkonin kontrollin mbi gjithë popujt e Jugosllavisë. Kjo tendencë çoi pasaj në epokën e luftrave dhe urrejtjes të ish Jugosllavisë që çoi drejt shkatërimit edhe vetë saj. Në fillim të vitit 1990, unë jam largu prej Kosovë. Ka qenë një largim i detyruar, por o një mundësi për një jetë ma normale, për një të ardhme të ndërtuar mbi dije dhe përparim. Por, ndërsa unë jetoja në një vend lirë, vendi im po përjeton të vujtje të thella në robëri. Gjendja në Kosovë u shndrua në mohim dhe përjashtim shumicës. Pas marrëveshjes së Daytonit, shqiptarët në Kosovë si shumicë kanë mbetur fare të përjashtuar. Nuk mund të jetonin lirshëm, por vetëm jetonin në nkanosje, kërcënim edhe represion. Në fillim të vitit 1998, unë isha në Universitetin e Friburgut në Zvicër, ku ndodhi masakra e Likoshanit. Ishte një tragedi e rëndë dhe mizori që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë në Kosovë. Tragedia në Prekaz me 5, 6, 7 mars 1998 nuk ka qenë një akt i izoluar, por vazhdim i masakrave të kryera prej forcave serbe. Akte të tilla terrori të i kaluan frikën normale të popullit thjesht dhe drojën e intelektualëve dhe politikanëve në Kosovë. Terrori dhe masakrat, si ato në Srebrenicë, kishin fillu me ndodhë edhe në vendin tim, në Kosovë. Nuk mund të qëndroja indiferent, ndërsa populli im po përballej me shkatërim. Për mua jeta kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte në liri. Prandaj jam këtu në Kosovë. Jo si ushtar i trajnuar, por si një individ ende në studime. Jo me urrejtje, me bindje. U ktheva sepse ndjeva detyrim moral ndaj vendit tim. U ktheva sepse nuk mund të qëndroja indiferent ndaj vujtjeve të popullit tim. Synimi im ishte i qartë. Të kontribuoja për lirinë dhe drejtësinë e popullit tim, por mos t'i bëja askujt pa drejtësi. Kam parë se këto muajt e fundit në këtë sallë, se sa le disa e nënvlerësojnë vështirësinë e ndalimit të një konflikti dhe arritjes së paqes. Por historia na mëson se ata që vendosin paqe shpesh përballen me pasuja. Dhe duke pa realitetin e sotëm, kur bota ka aq shumë nevojë për paqe, është e qartë se në ajo nuk arrihet gjithmonë lehtë. Dhe për të ruajtur atë, shpesh është edhe më vështirë. Nderuar trup gjykues, krijimi i kësaj gjykate dhe funksionimi i saj deri më sot është një rezultat i një debati të gjerë në vendin tim. Por mbi të gjitha, ajo që duhet të mbizotroj prej saj është drejtësia dhe panëshmëria në gjykimin e të vërtetës dhe realitetit objektiv në cilin kemi vepruar ne. Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të ketë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kurrë. Kam vepruar me këtë bindje. Kam jetuar me këtë bindje. Sot këtu para ju qëndroj me këtë bindje. Dhe me siguri mund të them. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Ndërgjegja ime është e pastër. Historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shoh atë edhe në këtë proces gjyqësor. Duke mbyllur fjalën time, i nderuar trup gjykues,
me respekt për secilin e këtë sallë, edhe jashtë saj, edhe pse mund të mos pajtohemi, duhet të theksoj, ne të gjithë jemi qenie humane, me prirje dhe mendime të ndikuara nga ata që na rrethojnë dhe ambienti ku jetojmë. Besimi im tek e vërteta dhe drejtësia mbetet i palkundër dhe dua të besoj fuqishëm se në vendimin tuaj do të mbisundoj vetëm e vërteta, pa anësia, drejtësia edhe ligji. Nderuar trup gjykues, duke qenë se dje ka qenë dita e pavarësisë së shtetit tim, kam vetëm një përshëndetje në fund për gjithë qytetarët e vendit tim. Urime pavarësia, ta gëzoni qytetarët e Republikës Kosovës lirin. Zoti e ndihmoft Kosovën dhe njerëzit e saj të mirë. Në fund, kam dëshirë të bëj edhe një përshëndetje të veçantë për familjen e një miku tim, edhe mbrojtësi cilin sot nuk është mesin ton, Andrew Strong. Njëjtën kohë duhet falenderoj edhe ekipin tim mbrojtës për profesionalizmin e tyre dhe sinqeritetin në mbrojtjen time. Ju falenderoj gjithë. Thank you, Mr. Veseli. Faleminderit, zoti Veseli. Zoti Selimi, fjala është për ju. I nderuar trup gjykues, nderuar kryetar, të nderuar të pranishëm, lejoni të përshëndes familjen dhe miqtë e mi lart në galeri, si dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Është hera e tretë, edhe shpresoj të jetë e fundit, që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Në fjalën time në këtë sallë në prill të vitit 2023, kur ky proces sapo kishte filluar, thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Sot pas gjithë këtij rrugtimi, rrjedha e procesit më ka dhënë të drejtë. Akuzat ndaj nesh janë tërësisht të pabazuara dhe të padrejta. Unë nuk jam ngritur sot këtu ta mbroj veten time, sepse këtë gjë din më së miri dhe kanë bërë avokatët e mi. Nuk jam këtu as për t'ju treguar ju për drejtësinë, sepse ju dini më mirë se çdo kush atë. Unë sot jam këtu për të kërkuar nga ju që pikërisht ta ushtroni atë drejtësinë. Edhe pse kanë kaluar gati 3 vite nga fillimi i këtij procesi, prokuroria ka vazhduar të mbështetet në pretendime që nuk kanë bazë dhe të vërtetën, dhe në një përpjekje të vazhdueshme për të njëllosur një luftë që në thelb ishte çlirimtare. Megjithëse prokuroria, që në fillim të paraqitjes së saj, të fjalës përfundimtare, deklaroi se nuk kërkon dënimin e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, gjatë gjithë kohës që pati në dispozicion, shënjesër e saj ishte pikërisht shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, ushtria çlirimtare dhe në veçanti qëllimi i saj, që ishte pavarësia e Kosovës. Madje krijoi përshtypje sikur vetë pavarësia po trajtohej si një qëllim i përbashkët kriminal. Në përpjekje për ta ngarkuar me përgjegjësi shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, prokuroria mbajti qëndrime akuzuese si, citoj, shtabi i përgjithshëm kërkonte pavarësinë. Apo me tutje, shtabi i përgjithshëm deklaroi se nuk do ta mbështeste autonominë. Mbyll citatin.
është e vështirë të kuptohet kundër kujt realisht është ngritur kjo akt akuzë. Kundër nesh me veprime, me pretendime për veprime konkrete, apo kundër nesh sepse luftuam për pavarësinë e Kosovës. Kjo mbetet për të vlerësuar nga ju i nderuar trup gjykues. Po aq problematike është përpjekja e prokurorisë për ta ndarë shoqërinë e Kosovës në dysh. Në ata që ishin për pavarësi dhe në ata që ishin për autonomi. Sikur të donte që me çdo kusht të krijonte përqarje mes qytetarëve të Republikës Kosovës. Për ta ilustruar këtë, po perifrazoj atë që prokuroria deklaroi në paraqitjen e provave javën e kaluar. Citoj: Shtabi i përgjithshëm kërkonte pavarësinë e Kosovës, partitë politike që mbështesin autonominë konsideroheshin tradhtare. Të nderuar, në Kosovë nuk ka pasur kurrë asnjë parti politike shqiptare që ishte kundër pavarësisë. Dhe rrjedhimisht asnjë që mbështeste ndonjë autonominë në Serbi. Të gjitha partitë politike shqiptare ishin për pavarësinë, ashtu siç ishte edhe vetë qëllimi i ushtrisë qeveritare të Kosovës. Ta paraqesesh mbështetjen për pavarësi si kërkesë radikale dhe autonominë si moderne, është një sulm jo vetëm ndaj historisë Kosovës, por edhe ndaj të ardhmes së saj. Sikur prokuroria përpiqet të na ndajë shqiptarëve mes veti dhe ta barazojë UÇK-n me krimet e Serbisë. Askush nuk mund ta bëjë asnjërin e as tjetrën. Lufta qeverimtare nuk mund të barazohet me shtesin vrasës të Serbisë. Ta barazosh rezistencën e një populli të shtypur me një plan kriminal do të thotë ta vendosësh në të njëjtin nivel rezistencën e të shtypurit me projektin e shtypsit. Ky barazim nuk është vetëm i pasakt, por thellësisht i padrejtë. Të përpiqesh të ndërhysh me qëllim në ndryshimin e fakteve historike përmes akuzave, me pretendime të shtrëmbuara, është thjesht të përpiqesh ta rishkruash historinë. E historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, aq më tepër në një sallë gjyqi. Historinë e Kosovës e kanë shkruar me çmimin e sakrificës qytetarët e saj, luftëtarët e lirisë dhe dëshmorët e atë dheut. Kur Serbia dhe Miloševiqi vrisnin moshatarët e mi, helmonin nxënës dhe student, i largonin prindërit tanë nga puna, mbyllin shkolla e spitale, na ndiqnin për të na vrarë dhe zbatonin spastrim etnik e gjenocid, çfarë duhet bënim ne? Të mos reagonim? Serbia kur nuk e fshehu qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Në këtë sallë gjyqi dëgjuam dëshminë e generalit Clark, i cili gjatë një takimi që kishte pasur me kasapën e Ballkanit, aja kishte deklaruar hapur qëllimet e tij për shqiptarët. Ne edhe gjithë opinioni që e përcillte atë dëshmi dëgjuam generalin e NATO-s, teksa tha, citoj: Miloševiqi më tha se e dim se si të sillemi me shqiptarët. Duhet vrarë të gjithë. Edhe ne e dinim këtë, sepse Serbia kur nuk e fshihte qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Prandaj pyes sërish, çfarë duhej të bënim ne? Ta prisnim radhën për të vrarë, apo të iknim nga vendi dhe shtëpitë tona? Asnjërin dhe as tjetrën. Prandaj duhej të rezistonim. Prandaj unë besoja se Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Kishte nevojë për dikë siç ishte Adem Jashari dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Prandaj unë ju bashkova Adem Jasharit. Ushtria shqiptare e Kosovës nuk u krijuan nga dëshira, por nga nevoja. Ishte reagim ndaj dhunës sistematike dhe mohimit të dinjitetit. Nuk ishte aventurë, ishte mbijetesë. Të nderuar, unë isha pjesë e një ushtrie vullnetare. 100% vullnetare. E përbërë nga civil, mësues, student, bujq, punëtor, prindër. Njerëz që u detyruan t'i marrin armet sepse nuk kishin rrugë tjetër
Në një pjesë të parashtrimeve të saj, prokuroria në mënyrë të çuditshme dhe në formë akuze, me cilësën si njëri person i afërt me Adem Jasharin dhe si organizator që gëzon të respekt. Nuk është e qartë nëse kjo është menduar si akuzë apo si vlerësim. Për mua, të qenit bashkëluftari Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Po ashtu konsideroj edhe nder, edhe cilësimin si një nga themeluesit kryesorë të UÇK-s. Nëse këto cilësime shndrohen e akuza, atëherë problemi nuk qëndron te unë, por tek ata që i trajtojnë nderin dhe përgjegjësinë historike si faj. Po, kam mbartur armë. Armat për ne ishin mbi jetesë. Shumë nga bashkëluftarët e mi kanë vdekur duke siguruar ato. Ne kërkuam ndihmë dhe armë edhe nga vendet mike, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që është trajtuar edhe në këtë sallë. UÇK-ja nuk kishte qëllim tjetër përveç lirisë. Nuk kishte plane për të sulmuar civil apo kundërshtar politik. Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk ishte parti politike, ishte ushtri çlirimtare. Madje, edhe nëse lufta në Kosovë nuk të ndalej në qershor të vitit 1999 dhe do të vazhdonte deri në ditën e sotme, unë ende do të isha ushtarja dheutin. Kuptohet, nëse nuk do të isha vrarë deri më tani, për çka gjasat ishin reale. Jam i bindur se bëm gjën e duhur. Edhe sot do ta bëj atë njëjtën gjë. Liria, paqja dhe demokracia arrihen duke u përballur me agresionin. Prandaj edhe NATO na mbështeti. Prandaj na mbështeten edhe vendet tuaja. Prokuroria në dosjen e saj përfundimtare kërkon dënime jashtëzakonisht të rënda. Aq të gjata saqë në thelb synojnë të na ndalojnë përgjithmonë kthimin në vendin tonë. Koha sigur do të kthehem në Kosovë, tash tutje varet nga vendimi juaj. Por prokuroria duhet ta kish kuptuar se kur do që të kthehem, unë do të kthehem në Kosovën e lirë. Në Kosovën për të cilën jam krenar, që i kam dalë Zot në kohën më të duhur dhe për lirinë e secilës kam qenë dhe mbetem i gatshëm ta jap edhe jetën sa herë që do të kërkohej nga unë. Në respekt të secilit për jush në këtë sallë, besoj se po të ishin vendet tuaj në rrethonat e njëjta me ato që ka përjetuar Kosova, do të vepronit njësoj. Jam i bindur se dhe ju do të luftonit për njerëzit dhe vendet tuaja. Ashtu siç kanë bërë paraardhësit tuaj, para se vendet tuaja të bëheshin të lira e demokratike. Gjatë luftës ndodhin shumë gjëra. Ka kaos, frikë, veprime individuale dhe dhimbje të akumuluar nga vitet e të tëra me shtypje. Lufta gjithmonë le pasoja dhe viktimat e saj. Pikërisht, këto viktima kanë nevojë për drejtësi të mbështetur mbi të vërtetën. Sepse drejtësia që nuk mbështetet në të vërtetën i lëndon viktimat për herë të dytë dhe shkatron vetë qëllimin e saj. Pas gjithë asaj që dëgjuam nga palët gjatë këtyre viteve, kërkesa ime është e thjeshtë. Që vendimi të mbështetet vetëm në ato që është provuar, jo në ato që është sugjeruar. Në fakte, e jo në hamendje. Në ligje, e jo në përshtypje. Jam besim plot se drejtësia, dhe vetëm drejtësia, do të na kthej na dhe neve që jemi këtu të akuzuar. Në fund, dëshiroj t'i falenderoj ekipet tona të mbrojtjes dhe në veçanti ekipin tim të udhëhequr nga Jeffrey Roberts për angazhimin profesional në mbrojtjen time, në mbrojtje të së drejtës dhe mbi të gjitha në mbrojtje të luftës sonë të drejtë.
por mbi të gjitha, i falenderoj bashkëqytetarët tanë që besojnë në pafajësinë tonë. Mbështetja tyre ka bërë që prangat që me kanë rënduar të mos i ndjej si barë. Veçanërisht kur ato prangat tani më nuk i rëndojnë Kosovës, ashtu si që kanë rënduar gjatë gjithë kohës sa ishte në nënpushtimin e egër Serbisë. Thuhet se njerëzit që bëjnë diçka të mirë për atë dhevën e tyre janë njerëz me fat. Duket se unë jam njeri prej tyre. Faleminderit. Thank you, Mr. Salim. Faleminderit zoti Selimi. Zoti Krasniqi, tani është fjala për ju. Nderuari kryetari i gjyqit, të nderuar gjyqtar, e përmes jush përshëndes po ashtu gjithë qytetarët e Kosovës që dje e festuan pavarësinë e tyre, qytetarët që jetojnë dhe në liri, në pavarësi dhe me drejtësi. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Pjesën më të madhe të jetës ime e kam kaluar i udhëhequr nga bindja se qenjet njerëzore meritojnë të jetojnë në liri. Pas ma shumë se 5 vitesh burgim të padrejt dhe si pas mendimit tim të panevojshëm, angazhimin tim politik dhe jetësor për jetë e liri jam angazhuar që herët. Dhe për të dhënë një rrethim të vërtetë të luftës sonë për pavarësi, kundër politikave të persekutimit dhe të gjenocidit të regjimit serb, të cilat sollën vujtje dhe shkatrim të papar për popullin e Kosovës. Për më shumë se 5 vjetë, besoj se me janë mohuar të drejtat e njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore. Ndërto, më rëndësishme është e drejta për të jetuar në liri, veçanërisht e drejta e një njeriu në fazën e fundit të jetës së tij për të jetuar vitet e mbetura me dinjitet pranë familjes dhe në ardhëm në lirë. Kjo me është bërë pa i shkaktuar pa drejtësi askujt, pa ja rrezikuar jetën asnjë njeriu të vetëm. Përkundrazi, kam rrezikuar jetën time jo vetëm gjatë luftës qërimtare, por që nga vitet 1972-73, se bashku me familjen tim, me bashkëkombasit e mi, me bashkëshatarët e mi, në besimin
se errësira e padrejtisë do të thyhej me agimin e shpresës. Kjo është arsyeja pse u angazhova për shërim dhe barazi për të gjithë. Theksoj veçanërisht periudhën pas 11 qershorit të vitit 1998, kur dola hapur me emrin tim të plot dhe pa mask si zëdhënës i UÇK-s. Rreziqet ishin të jashtëzakonshëm, por nuk u shqetësova për sigurinë time, sepse me udhëheqte përkushtimi im ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe armërisë së tyre. Sot ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël, është diçka e madhe. Dalja ime publike me 11 qershor 1998 tregoi se isha kundërshtar i politikave gjenocidale të Serbisë dhe ndodhi pak kohë pas masakrave serbe në Qerez, Nikoshan dhe Prekaz, ku humben jetën 83 njerëz, shumica prej tyre fëmijë, gra të moshuar, të parmatosur, të vrarë në shtëpitë e tyre. Kjo vrasje brutale shënun një pikë these të ndërgjegjes për një brez të tërë shqiptarësh. Çfarë me shtyri të ndërmarrë këtë akt jashtëzakonisht të rrezikshëm për atë kohë? Robëria e gjatë, persekutimet, mbimet, dhunimet, burgimet e shumta dhe ekzekutimet e pandërprerja dhe vrasjet që shënuan gjithë shekullin 20. Këto akte mizore nuk me thye, përkundrazi, me bënd të vendosur që drejtësia të mos thyhet mbi shpinën e tiranisë që përjetuam. Dashuria për jetën dhe lirinë me bëri ta marrë këtë rol. Një njeri nuk zgjedh lehtë rezistencën, ai zgjedhat kur çdo derë tjetër drejt dinjitetit është e mbyllur. Mu mohua dhe mu ndalua drejta më njerëzore e çdo personi të lindur si i lirë dhe e çdo njeri të arsyeshëm që e njeh vlerën e dinjitetin njerëzor dhe barazinë e të gjithëve, e drejta për të dashur hapur vendin tim, për të punuar për të dhe për të përcjell atë që kam mësuar përmes dekadash i jetë dhe sakrificash. Për këto virtyte u prangosa me 4 nëntor 2020. Akuzat e prokurorisë kundër nesh dhe UÇK-s janë ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan disa luftra në gjithë Federatën Jugoslave brenda një dekade të vetme. Nuk besoj se kjo akuzë i shërben ndonjë drejtësie, e sidomos jo drejtësisë që shoqëritë demokratike pretendojnë ta mbrijnë. Drejtësia
nuk mund të ndërtohet mbi gjuhën e ish shtypsve. Ajo duhet të qëndroj mbi prova të besueshme dhe mbi të vërtetën. Padrejtësia e këtij rasti është e shkruar në vetë aktakuzën. Mua atribuohen role, autoritet dhe përgjegjësi që nuk i kam pasur kurrë. Kjo nuk ishte çështje dallimi në interpretimin e fakteve. Ishte shpifje. Figura e përshkruar në dokumentin e prokurorisë nuk është njeriu që qëndron sot para jush. Jam mirënjohës ndaj atyre dëshmitarëve që erdhën këtu dhe patën guximin të thonë të vërtetën për atë se kush isha dhe kush nuk isha. Ata nuk erdhen për të më mbrojtur mua, por për të mbrojtur faktet, realitetin tonë historik të Kosovës. Dëshmitë e tyre konfirmuan një realitet të thjeshtë. Unë nuk zëtoja pushtetin, komandën apo funksionet që me atribuohen në këtë rast. Kur e vërteta thuhet thjesht, ajo nuk ka nevojë për zbukurime. E gjithë bota di se NATO-ja ndërhyri kundër krimeve të kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë. NATO-ja dhe bota demokratike nuk janë rreshtuar kurrë me terrorizmin apo gjenocidin. Pa atë ndërhyrje dhe mbështetje ndërkombëtare, liria jonë nuk do të ekzistonte. Por, pa rezistencën tonë fisnike, ajo nuk do të ishte arritur kurrë. Veprimet e UÇK-s dhe veprimet e mia, si gjatë luftës, ashtu dhe pasaj, në çdo rast i dhanë përparësi paqes, dhe kjo është dëshmuar. Zëra të besueshëm e kanë dëshmuar këtë. Ne qëndrojmë sot këtu pa drejtësisht, por historia do ta kuptoj pse vepruam, jo vetëm faktin se jemi të akuzuar. Duhet të flas për realitetin historik që rrethon këtë çështje. Krimet dhe persekutimet nga forcat serbe që e formësuan atë periudhë janë të pandashme nga veprimet që ju kërkohet të gjykoni. Ato nuk janë zhurmë në sfond, janë të shkruara në historinë publike me shkronja shumë të mëdha për të fshirë. Ato mbeten pjesë e realitetit që ju kërkohet të gjykoni. Bashkohem me avokatët e mi duke ju kërkuar, gjykatës të nderuar, ta mbani fort në mendje atë histori, sepse gjykimi pa kontekst rrezikon ta ngatroj pasojën me shkakun. Ju lutem, mos e bani atë gabim. Lufta jonë nuk ishte unike në histori. Çdo këmbë që ka kërkuar lirinë nga një pushtim i palishëm, i ngjajshëm me apartheidin, është përballur me akuza se rezistenca është kriminale. Megjithatë, e drejta ndërkombëtare pohon se popujt që rrezikojnë persekutimet sistematik nuk janë armiq të drejtësisë. Ata po vendosin në pa pikërisht parimet mbi të cilat qëndron drejtësia. Brezi ynë kishte një vizion, jetën në liri, barazin, demokracin, sundimin e ligjit. Ishte ky vizion që udhëhoqi luftën e cila kulmoi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008.
gjykatës të nderuar. Populli ynë kur nuk ka kërkuar shkatrimin e një kombi tjetër, etnie apo feje. Ne luftuam vetëm për jetën, lirinë, demokracinë, barazinë dhe drejtësinë. Jo për të kontrolluar territor, për dominim, për lakmi apo përfitim kriminal. Qëllimi ynë ishte ta kthenim Kosovën te populli i saj, te i gjithë populli i saj, që ata të jetonin me dinjitet, siguri dhe me të drejta të barabarta. Çdo akuzë që thotë të kundërtën është vazhdim i gënjeshtrave të prodhura nga regjimi kriminal i Serbisë. Për të gjithë vëmëtarin time politike, të nderuar gjyqtar, vërtet jam krenar. Zëri im qëndronte për lirinë. Bëra atë që besova se kërkonte fisnikëria njerëzore. Asnjë dëshmitar nuk ka thënë ndryshe. Ju kërkoj të shikoni provat dhe dëshmit në mënyrë objektive dhe aty do të gjeni të vërtetën. Drejtësia nuk i friksohet shërtimit, ajo varet prej tij. Gjykatës të nderuar, e përsëris me respekt edhe një herë, populli ynë kur nuk planifikoj shkatrim apo torturë. Ne kërkonim jetë në liri dhe pavarësi, asgjë më shumë, asgjë më pak. Sot populli ynë jeton në liri. Nëse dashuria për lirinë gjykohet se krim, atëherë vetë historia do të dënohet. Qëndroj për ajosh. Ashtu siç kam qëndruar gjatë gjithë jetës time, i përgjegjshëm ndaj së vërtetës dhe i pa friksuar prej saj. Ja kushtova jetën time bindje se njerëzit e meritojnë lirinë. Nëse kjo bindje gjykohet si krim, atëherë historia vetë do të jep verdiktin e saj shumë kohë pasi kjo gjykat të ketë folur. Ju kërkoj ta gjykoni secilin provë me durim dhe pa paragjykim, dhe nuk do të gjeni një ndërmarrje kriminale, por një histori njerëzore të formsuar nga shpresa dhe domosdoshmëria, nga besimi në fitore dhe në demokraci. Nëse kjo bindje për lirinë tonë gjykohet drejt këtu, atëherë drejtësia jo të do të më shërbej mua, por do të nderoj parimin që krijoj këtë gjykat. Unë tu po e përfundoj fjalën time duke kërkuar drejtësi e cila shihet qartë. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Thank you, Mr. Kresniq. Faleminderit zoti Kresniqi. Përpara se sa ta mbyll çështjen gjyqësore, dua që t'ju kërkoj palëve dhe pjesëmarrësve që se dëshirojnë që të ngrenë një çështje tjetër përfundimtare. ZPS-ja, holding jo, nuk kemi asnjë çështje. Zoti Smith, zoti mbrojtësi i viktimave, jo, Misetic, jo, Dixon, jo, Roberts, jo, Alexandra, jo, nuk kemi çështje tjetër. Përpara se të përfundoj këtë çështje gjyqësore, dua t'ju kujtoj pjesëmarrësve dhe palëve që në pajtim me rregullin 136 nuk mund të bëjnë parashtrime të tjera trupi gjykues në këtë fazë, në përjashtim të rrethanave përjashtimore dhe në qoftë se kërkesat janë të përgjigjura. Sigurisht që kjo nuk ka të bëjë me çështje të cilat duhet që të rishikohen në mënyrë të rregull, si për shembull ndalimi në parapurgim.
Trupi gjykues dëshiron që të falenderojë të gjithë ekipet e mbrojtjes dhe të gjithë personat të cilët kanë ndihmuar për realizimin e suksesshëm të çështjeve gjyqësore. Jemi ndjerë shumë të ndihmuar për kontributeve tona për të siguruar drejtësinë e procesit dhe që të ekipet e mbrojtjes dhe të akuzuarit kanë marrë shërbime efektive gjatë gjithë kohës. Dëshirojmë gjithashtu që të falenderojmë njësinë për menaxhimin e gjykatës për punën e tyre të shkëlqyer të mbështetjen gjatë gjithë këtij procesi gjyqësor. Gjithashtu jemi shumë mirënjohës stenografit, përkthyesve dhe të gjithë stafit të zyrës administrative për mbështetjen e vazhdueshme. Do të vazhdojmë të jemi në kontakt vazhdueshëm sipas nevojës me palët sa i takon datës së shpalljes dhe shqiptimit të aktgjykimit. Në përputhje me rregullin 136 paragrafi 1, kjo çështje gjyqësore mbyllet këtu. Seanca përfundon këtu. Sekretari të gjithë më këmbë.